Zona e Tujanit, fshati Tujanit me shkallën e Tujanit, i cili ka një pamje fantastike mbi qytetin e Tiranës. Është zona tradicionale prej nga vinte rruga e Arbrit dhe prej nga zbritej nga zona e Dibrës dhe e Burrelit në drejtim të Tiranës. Është e famshme shkalla e Tujanit edhe si një vend turistik në të cilin, pra piknikesh në Shqipërinë e viteve të mbretërisë, viteve 20-40, vinin kryesisht familjet e pasura të Tiranës për të zhvilluar piknike. Kryesisht gratë mbeteshin pjesën e poshtme, ndërsa burrat ngjiteshin deri në pjesën e shkallës Tujanit. Edhe pamja në anët e tjera është spektakolare me malet që ngrihen, pra që cilat sot kalohen nga tuneli Murrizit dhe rruga e Arbrit dhe që të çojnë në drejtim të Klosit, Bulqizës dhe Peshkopis. Ndërkohë, pamja është spektakolare. Thash dhe njerë, nëse shkon në këtë drejtim, mund të shohësh ndërtesat më të larta të Tiranës, të cilat duken përmes grykës së shkallës së Tujanit. Pra shiheni, zona është 10 kilometra nga Tirana, shumë afër për të ardhur, po është absolutisht e shkret, me një klimë fantastike. Nga Tujani,